Mirë, ja ku jemi në këndin tonë të kuzhinës së bashku me zonjën Vjollca. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, Nike. Ti ishe në Grim, a nuk e di po punoje këtu në këndin e kuzhinës. Unë thash diçka në pjesën e parë, para se të futeshim në kuzhinë, që sot ditën e enjte na ke çuar në mbar botën, ë? Ditëve të enjte zakonisht. Po sot do të qëndrojmë këtu në Shqipëri. Sepse jo vetëm do të qëndrojmë, por do të presim edhe anvisat tona, të cilat kanë telefonuar në numrat që kemi nxjerrë në ekran dhe janë bërë pjesë e emisionit ton, e këndit ton të gatimit. Ata që kanë dashur dhe kanë dëshirë që të vinë të ndajnë eksperiencë, pasionin e tyre. Dhe sekundër unë e thash, kemi anvisën ton të parë. E ke njohur, besoj ke bërë një çik muhabet më shumë se unë. Po, jemi takuar me të, kemi shpërndar, kemi ndarë eksperjenca. Dhe ajo është një anvisë, mendoj që është anvisë me gjithmonë të anvisë. Ashtu, si të duk në bisedë? Po si të më duken mua korçare të gjitha të mira. Mire, ja prezentojmë edhe publikut një material shumë të shkurtër mbi zonjën Dhurata Vila. Është anvisa e parë me origjinë nga Korça, jeton në Tiranë, e cila i është bashkuar këndin tonë të gatimit. Kemi një material shumë të shkurtër dhe kur të kthehemi zonjën do ta kemi këtu në këndin tonë të gatimit. Dhurata Dino, jam me origjinë nga Korça, pranoj këtu në Tiranë, në rrugën e barikadave. Më pëlqen të gatuaj për familjen time, kam punuar dhe në Greqi 20 vjet në restorant, aty u shfaq më tepër pasioni për të gatuar. Gjella më e preferuar e bashkëshortit dhe fëmijëve të mi është lakrori, që ne kemi dhe traditë. Më pëlqen shumë emisioni që jepet në News 24 gatimet me zonjën Vjollca, dhe sapo pash njoftimin aty thash pse mos bëhem dhe unë pjesë e këtij emisioni, gatuhet shumë mirë dhe pjesën më të madhe të gatimeve që kam parë aty kam gatuar dhe në shtëpi për familjarët e mi dhe mendova që pse mos gatuaj dhe unë një diçka tradicionale në këtë emision. Dhe ja ku erdhi zonja Dhurata në këndin tonë të gatimit në Vila 24. Mirëmëngjes, faleminderit që erdhët. Zonja Dhurata, të pash një insert ishe shumë e çlirët përpara kamerës, e kishe me shumë pasion për të ardhur në një emision, për të shpalosur pasionin, eksperiencën, përgatimin. Ti e ndjek zonjën Vjollca, besoj? Po, për ditë. Çdo ditë dhe më pëlqen shumë dhe gjellët e ndryshme nga gjitha viset e Shqipërisë dhe për këtë më tepër thash mos sjellim një diçka korçare. Edhe ka zgjedhur pikërisht një recetë që nuk e kemi bërë. Ka zgjedhur petanik me fasule. Tani sa pash to petët e pjekura normal që vajti mendja. Po janë peta që ne i kemi bërë, i ka bërë zonja Dhurata. I keni bërë këtu? Po, e vetëm ndim që kam dhënë unë, sigurisht duke më sugjeruar gjithmonë zonja Dhurata, madje kemi dy variante. Këtë petë që duket që është kështu pak si e thyer, e kemi pjekur në furr, kështu që do u themi dhe anvisave që nuk është as pak e vështirë, që petat i bëjmë vetë dhe t'i pjekim në furr. Me një temperaturë 200 ose 220 gradë kam vendosur unë, dhe shiko, arriti një pjekje, mund t'i vëmë dhe me 200 gradë, nuk ka fare problem, dhe për 5 minuta petat janë pjekur. Tani edhe unë mund t'a kemë marruar se si gatuhet, të në shpjegosh pa. Ndërsa, kjo petë duket, është pjekur këtu në pianur, mbi pianur. Po mirë, ndonjë petë nuk mund ta pjekim ne tani pra? Po, si, kemi lënë dy kulaç që njërin ta vendosim atje dhe tjetrën këtu. Për të konkretizuar pikërisht këtë që kemi bërë sot që mëngjes. Zonja Dhurata, pse pikërisht zgjodhe petanikun? Është një diçka që është tradicionale në Korçë, gatuhet akoma, domethënë është gatuar në kohët tona. Unë e kam mësuar nga gjyshja ime dhe nga mamaja, dhe mamaja e gatuan, po dhe neve të gjitha motra, domethënë, vazhdojmë, e ruajmë traditën dhe ruhet akoma në Korçë, hapim petë vetë, nuk gatuajmë me petë gatshme.
Dhe kështu që mendova që është një diçka për të ruajtur dhe traditën tonë. Është kusht që këto petë, zonja vetë du të më thosh dhe ti që mund të piqen pikërisht në furrë apo mbi sopë, apo mund të piqen edhe në kushtet e temperaturave? Ato mund të piqen edhe në saç, po ne po flasim për kushtet e shtëpisë. Në shtëpi, në Tiranë. Ato mund të piqen në saç, mund të piqen në një sopë me dru, akoma dhe më mirë. Të ato rrathët që madje marrin dhe formën e rradhëve. Po ne tani do t'i pjekim kur të na shkoj mendja për të tillë byreku, petaniku, se mund bëjnë e lapsus. Jo, s'ka bërë. Dhe do t'i bëjmë në kushtet që kemi ne. Dikur mbajmë kur kam qenë e vogël që gjyshet i vendosnin mbi sopë, vendosnin një mjet të tillë me një copë të hollë sipër dhe petën e vendosnin sipër në mënyrë që mos e merrte me njerë nxehtësinë të digjesh apo. E mbajmë ato janë në Korçë, për shembull mamaja ime. Si quheshin këto? Kishim një si punë që quheshet një tepsi që ishte me llamarin, domethënë një diçka e përshtatshme për. Po që ti e theni për mbysë. Ja, dhe një eksperiencë. Tani, ti niki ke dhe furrë speciale në shtëpi për të pjekur këto. Unë po flas për në apartament. Dhe zonja po na shpjegon se si do të bëjmë këto në kushtet e shtëpisë në apartament. Dhe ne i kemi shkruar në tabelë, mirë i kemi shkruar, shikoj që jemi në rregull. Pra, petaniku me fasule, jedhim një sy tabelës dhe zonja Dhurata me një do na shpjegoj gatimin, do të fillojmë ta përgatisim petët edhe këtu për gjitha anvisat. 500 gram miell, 250 ml ujë, 2 lugë gjelle vaj. Mjaft. Kjo pjesë dhe pak krip ishte vetëm për brumin, no? Vetëm për brumin këtë pjesa. Një brum i zakonshëm siç e bëjmë dhe ne për byrek. Për pjesën mbushëse duhet të jetë kjo pjesa poshtë kripës që e shihni në ekran, pra 350 gram fasule, vaj ulliri, kripi perizi, po masat apo jo, është sipas edhe antarëve me dëshirë. Sipas edhe antarëve, po dhe në përgjithësi në bazë të petëve që kemi. Domethënë 2 kg kaq mjaftojnë këto. Ne këtu kemi bërë 4 petë. Edhe 2 janë 6 petë. Domethënë për 6 petë 500 gram fasule janë mjaftueshëm. Miell. E kishim ke mielli, ke brumi. Për gjellën po. Për fasulet, për fasulet, në gramatura, për kaq shpejt besoj se janë mjaftueshëm. Po, janë mjaftueshëm. Fasulet i kemi të zjera, besoj. I ke zjeri, i ke sill nga shtëpia? Po, i ka për vetë nga shtëpia. Që mos mbasim edhe kohë, ne le të fillojmë nga puna. Zonja Dhurata, duke na shpjeguar, duke biseduar, sikurse jemi edhe në shtëpitë tona që flasim. Ne ta zëm se ju kemi ardhur në shtëpi dhe ju do të na bëni drekën. Po, patjetër me kënaqësi. Edhe anvisave që na ndjekin edhe publiku. Anvisat të gjitha pa përjashtim, mjafton masa 500 gram miell, 250 ml ujë, 2 lugë, 3 lugë sa i hodhe vaj, ullir, vaj. Po, edhe pak krip. Vaj si pas dëshirës, mund të hidhni solej, mund të hidhni vaj misri, mund të hidhni dhe vaj, akoma më mirë është luks nëse do të hidhni vaj altis. Po. Atëhere, altis që unë e përdor dhe në shtëpi. Kemi 2 tu kemi peta. 2 petë. Do marrim pak nisërten. Ja. Çfarë na duhet tani? Në përgjithësi, oklain që i themi nga zona. I themi oklain në zonën tonë. Në përgjithësi e bëjmë me pak. Bëjmë një demonstrim pra të petëve, meqense të dyja zonjat kanë ardhur herët sot dhe i kanë përgjysmuar le themi punët në mënyrë që ne të ishim gati për transmetimin edhe për t'ju shpjeguar anvisave të tjera pjesën tjetër të procedurës së punës për petanikun. Edhe pse mund të duket si kështu si një procedurë e gjatë zonja Vjollca, apo jo, mjafton. Jo shumë thjesht. Besoj se ju shkoi mirë. Zonja Dhurata e bëri shumë thjesht, e bëri shumë shpejt. Ju korçaret për peta jeni. E kemi nisur këtë rrugtim me petanik, të hapim petë, sepse thuhet që është dhe mbar kur e nis me hapje petës. Po sigurisht me mirë. Ku ke filluar të gatuash? Byrek kam mësuar shumë herët, shumë e re nga gjyshja ime. Shumë e re, tamam. Shumë e re, do me thënë më pëlqente shumë dhe gjyshja ime bajmën i bënte duart me mjaltë dhe vazhdon akoma të ruaj tradita. Mamaja ime, për shumë, ka mësuar vajzën time të gatuaj, të bëj byrek dhe ajo ka ndjekur të njëjtën traditë që ka bërë gjyshja ime me mua. Rrim ke kjo duart me mjaltë, përse duart me mjaltë? Duart me mjaltë kur bëm për herë të parë. E kemi ne në Korçë, po, i bëjmë gocave, po dhe nusja kur na vjen për herë të parë në shtëpi. Po, e kemi, e dia se e kam patur dhe në shtëpi këtë pjesë. Shumë mirë. Më ka ardhur nusja. Po është traditë sjell ëmbëlsi, sjell mbarësi në familje. E përdorim, domethënë, dhe kam mësuar të gjitha motrat, ne jemi 7 motra, të gjitha gatuajme shumë mirë, kam dhe 2 vlezër. Ju jeni motra e madhe, vogël? Jo, unë jam e mesmja se janë 7. 7? Po. Si duket mamaja ka pretenduar të bëjë dhe një djalë, por
Kanë dalë gjitha vajza. Kanë dalë shumë vajza, po kam dhe vlea, do me thënë të madh, kam dhe një më të vogël se vetën time. Shumë fëmijë. Shumë fëmijë. Të dy vlezërit në Korçë kanë restorante që bëjnë gjellë shumë tradicionale, dasma tradicionale, do me dhënë shumë, vazhdojmë të ruajmë traditën tonë. Traditën tuaj të gatimit. Por, Zonja Dhurata nga ke thënë që ke jetuar për shumë kohë dhe në Greqi. Zonja Vjosa, nga ty e mora vesh në faku, po diskutomin pak për anvisën tonë. Po, neve punova shumë vite në Greqi, gati 20 vjetë, punova në restorant, dhe aty punoja me motrën, dhe motra vazhdojnë të jetë shefe kuzhine në një restorant shumë të mirë në Athinë. Në Athinë. Po, neve aty quam dhe traditën tonë, bënim lakror me qepe me domate. E njihnin këtë nuk e njifte asë një njeri. Ashtu, grekët të paktën. Po, grekët, po dhe kishte edhe shqiptarë që nuk e njifnin, se është Ti përkesin në zonave të ndryshme të Shqipëris, besoj se nga Korçë as ka njeri që nuk e njoftë petanikun. Po, flasë për njerës që kemi punuar bashkë në Greqi, që nuk e njifshin byrekun me qepe me domate, dhe petanikun me fasule, po ashtu. Dhe ne dhamë eksperiencen tonë dhe atyre u pëlqyen dhe vazhdoni me gatuam dhe vazhdojnë akoma. Dhe ishte një nga recetat më të preferuara. Më të preferuarat, po. Ishte shumë me mirë dhe sigurisht morëm dhe neve nga tradita e gjellëve të grekve, sigurisht, edhe ëmbëlsira, po dhe gurme. Çfarë ju bëri të ktheheshit në Shqipëri? Përse u kthyet? Ishit mes atyre emigrantëve të cilët nuk panë më rrugëzgjidhje dritë jashile në Greqi dhe erdhën në Shqipëri? Mirë, kemi përfunduar me petën, para se të japim përgjigje kësaj pyetjeje. Po. Dhe më pas e vendosë Zonja Vjosa mbi sobë apo e futut në të? Jo, do ta vendosim në zgarë këtu. Për ta pjekur, Po. Aty sa minuta qëndron, apo? 5 minuta. Një 5 minutësh. Po. Ndërkohë, tek se hapim petën tjetër, ne shkëputemi për një hapësirë publicitare shumë të shkurtër, edhe rikthehemi për ta përfunduar petanikun, sepse 2 pecë kemi për ta hapur. Pecët e tjera i ka hapur bashkë me Zonjën Vjosa, Zonja Dhurata. Publicitet. Jemi rikthyer duke gjurmuar, duke biseduar, duke zhurmuar këtu në këndin tonë të kuzhinës, sepse kemi filluar të përgatisim petanikun me fasule që ne ka sjellë Zonja Dhurata Vila, një traditë korçare. Zonja Vjosa, po të pëlqen? Shkëlqyshëm. Tregojmë dhe petën që sapo e nxorëm nga unë jam përvëluar një çik. Nga fura. Tani kisha një pyetje Zonja Dhurata. Në kuzhinën tënde familjare, më thatë që keni jetuar dhe në Greqi, ka influencuar gatimi grek? Dhe në Greqi, kur jetonim, bënim gjellët e Shqipërisë. Se dhe ne ishim mësuar dhe fëmijët u rritën me ushqimet shqiptare dhe i preferonim. Po, jo se nuk i gatuajmë dhe ato greke. Sigurisht se fëmijët lindër u rritën atje dhe i pëlqenin dhe ato. Sa fëmijë keni juve? Kam 2. Kam një djalë 24 vjeç dhe një vajzë 16 që është lindur rritur në Greqi. Me jetë. Faleminderit. E di pse ju pyeta sepse ndodh që fëmijët ju thatë që janë lindur dhe janë rritur në Greqi. Vajza. Djali ka lindur këtu. Gjuhën e din shumë mirë shqip, sepse 3 muajt e beharit që ishim në Greqi, fëmijët rrinin në Korçë te prindrit e mi, domethënë janë 3 muajt e beharit rrinë atje dhe kanë mësuar një shqipe shumë të mirë të pastër. Okej, nuk e kanë humbur gjuhën. Nuk e kanë humbur fare. Domethënë po ti flasësh me ta nuk duken që janë fëmijë emigrantësh që kanë ndonjë 20 vjet. Kanë ato seksin. Jo, fare. Fare, mund ta kem unë një çik më tepër se ata. Për arsye se të them të drejtën, unë jam shumë e sinqert, unë nuk e kam gatuar kurrë këtë recetë. Prandaj, neve e gatuajmë shumë. Se ande nga krahinët, nga jam unë nuk gatuhet petanik me kështu. Edhe ju gatuani, unë kam vjerën përmetare, që është një zonjë grue që gatuan shumë mirë dhe kështu me petë të pjekura ajo bën mesnikun, që bëhet shumë i mirë. Dhe e gatuan gjithmonë për vitin e ri, për shumë bën mesnik me lek, se bashorti ime ka emrin Vasil dhe ka emrin në 31. Shën Vasili? Po, në Shën Vasilin dhe gjithmonë e gatuan byrekun me lek për traditën tonë dhe ne vazhdojmë me ruar. Në janar i bie, në fillim të janarit të shkruajmë? Po, në 1 janar. Në 1 janar. Po, dhe e ruajmë do me të këtë tradit, vazhdojmë të bëj akoma dhe e bëj edhe unë. Më pëlqen. Po, mund të ketë anvisa që në këto momente kanë hapur ekranin dhe po thotë, që po bën kjo zonja këtu? Po bën një petanik me fasule. Po si e bëri? Duke shpjeguar dhe pak të pjesën e punës. Petaniku me thërmohet, se për arsye që të marrin edhe lëngun, edhe vajin, edhe fasule të shkojnë në çdo pjesë, që edhe kur të piqet të jetë butë, mos jetë veç fasulet veç. Bëjmë brumin siç bëjmë brumin
lakrori të zakonshëm, apo një byrek që mund të bëjmë, se lakrori bëhet me 2 petë, po byreku bëhet me kulaçka, e bëjmë neve në Korçë. Të vogla. Edhe ne në përmet me kulaçka. Qa noten voti ma për? 10. Sigurisht. Zonja Vjota, do fillosh të marrësh nota nga anvisat. Po, pse jo? Unë kam thënë, gjykaci më mirë, nuk jemi unë e ti, ata që na ndikin. Është e vërtet, sigurisht, dhe pak vaj altis, sepse e bën shumë të mirë. Neve dhe në kohën, edhe në kohën më përpara që s'para kishte shumë gjëra, neve prap vaj ne kemi përdoru, byreku, petaniku bëhet me vaj. Me gjitha të zonja Dhurata më tha në mëngjes që si nuk bëra, tha me mishpule, tha petanik me mishpule, po ta mësoj ty, më tha mua, edhe... Pra i njëti petanik më të bëhet me mishpule? Do vish vetë njërë tjetër ta bësh për sëri. Pa tjetër. Jo vetëm zonja Dhurata, por dhe të gjitha anvisat që në këtë momente ju hipën ajo dëshira për të qenë këtu tek ne, mund të telefonojnë tek numri që do shfaqet në ekran dhe mund të vini kur të dëshironi. Ne ju presim për të qenë këtu me ne për të gatuar, për të shijuar gatimet tuaja. 068 90 43 315 ashtu sekundë zonja Dhurata ka telefonuar dhe është bërë pjesë. Tashmë ka mbërritur këtu në studion ton, mund të jeni dhe ju që dëshironi. Kanë telefonuar shumë anvisa, të gjitha do t'ju marrim, të gatuani këtu të paktën ju që keni telefonuar dhe jeni regjistruar, do t'jeni të gjitha pjesëmarrëse, të enjte për të enjte. Ndonjëherë mund të kemi edhe 2 anvisa, varet, sepse aq shumë janë telefonata zonja Vjota, sa që do doja që t'i kemi të gjitha këtu. Po jo nga njësën, s'na zëvëndi këtu. Mund të marrim, do t'a zgjasim minutazhin. Është shumë kënaqësi t'i kemi. E bëjmë me 2 seri. Në dëgjoj, disha të them diçka, t'ja u themi anvisave, jo mua. Kur unë thash se mos më digjen shumë dhe sigurisht jo shumë, por japin një aromë, da themi anvisave? Po, pa tjetër, kjo pjekja për që është pak më tepër, e reshkur që themi ne në Korçë, kjo ka shijen e vetë. U shqetësova kur më kaloi pak një moment që me mori pak në gjyrë më të errët. Nuk ka ndonjë problem. Nuk ka problem fare, bëhet më e mirë, bëhet më e shishme. I jep aromën e zjarrit, ka një shije të veçantë. Tani ta provoj pak një petun? Po, patjetër. Shkoj shumë gjatë pa e provuar Niki. Po. Po jo, se këto vërtet kanë shije kur piqen kështu. Sidomos tamam edhe kur thatë që marrin një ngjyrë pak më të errët. Po, janë shumë të mira, shumë të shijshme. Siç është bërë peta këtu, a? Po. Zonja Vjota, do ta bësh të petanikun në shtëpi ndonjëherë? Mos të them që nesër, që të shtunën, që të jem pushim. Po, dhe petaniku me pul, për shembull, e përdorin shumë në Korçë, mamaja ime e përdor shumë, dhe pulat e vendit që janë në Korçë. Besoj se lagen petët me lëngun e pulës, a? Lagen petët me, piqen petët kështu, si që po i pjekim neve, nusja vllai tim përdor saç. Edhe i bën atje se kanë dhe restorantin që i përdorin, dhe është shumë e shishme, po dhe në kushtet e shtëpisë, unë e kam bërë në shtëpinë time këtu në Tiranë dhe është shumë e shishme, sigurisht me pulën e mamas. Kemi dhe një petë. Po, atë do t'a vem nga lartë vetëm me lëngë. Dhe çfarë ndodh? Kemi hedhur për një vakt fasule? Po sudam gjithë tenxherën. Po. Ato që mbeten gjyshe thoshin i bëjmë një petanik? I bëjmë një petanik, po mund t'i bëjmë ato që kanë pak salcë, si që kemi bërë fasule për të ngrënë, mund t'i bëjmë dhe lakror. Edhe lakror? Bëhet shumë i mirë, po. Pastaj, vetëm kjo lloj fasule përdoret për petanik? Në përgjithësi këtë fasule përdorim, po ato pllaqit që themi neve në Korçë nuk i bëjmë. Ato fasulet me ngjyrë me lara, po, dhe ato janë shumë të mira se janë më të shëndetshme. Ato më të shëndetshme se të bardhat. Po, janë më të shëndetshme se të bardhat, sigurisht. Se kryesorja është që unë gatuaj dhe shëndetshëm. Më pëlqen të gatuaj shëndetshëm. Ajo është kryesorja sot. Kjo është peta e fundit që do të Kjo është peta e fundit dhe në përgjithësi këtë petën e fundit nuk e thyejmë shumë. Brauni gabimet. Jo, s'ka gjë. I përshtatemi tepsisë normale. Po, dhe këtë, po e përfunduar, po pak lëng i hedhim nga lart që kur ta pjekim mos jetë i thatë. Po kështu e spërkasim me spërkasim me pak yndyrë, patjetër. Me gjalp ose me në përgjithësi vetëm me vaj, po dhe gjalp mund të përdorim. Çfarë kemi në shtëpi? Ne fillojmë me vajin. Nëse kemi gjalp lufra në shtëpi, po e përdorim. Ose pak vitam, vaj. Po është shumë i mirë, mund t'i hedhim edhe pak gjalp, po sipas dëshirës. Po e merr çdo gjë që t'i hedhim, mbrumi e pranon yndyrën, kështu që nuk është problem. E pranon, e dim këtë nga zonja Vjolca, sepse na i bën aq të shishme sa ne nuk e di. Vazhdo Korçare. Mund ta vendosësh në furrë. Në çfarë temperature? Mund ta vazhdoj. Nuk ka shumë 180-200, për 20 minuta e shumë dhe gjysmore është gati sepse janë petë të pjekura dhe fasulet janë të zjera. Inshallah bëhet për minuta që ta shijojmë këtu. Po, shumë e shpejtë dhe shumë mirë. Edhe një tjetër e kisha unë të sqarojmë për vete, po dhe për ambisat. Këto peta ne mund t'i pjekim sot nëse jemi të ngeshme
dhe mund ta bëjmë byrekun nesër. Një ditë që kemi kohë, hapim 1 kile miell. Gjysma ti gatuajmë, gjysma ti lëm, na vjen një njeri pa pritur ose kështu dhe mund të hapim 1 kile miell, petë, dhe gjysma ti bëjmë dhe gjysma ti mbajmë, nuk i gjen asgjë. I mbulojmë me picetë në shtëpi. Kemi blen ato janë prej kohësh, kështu që mjafton në një tepsi, mbulojmë me picetë dhe jemi okay, ha? Po. Mama tona këtë traditë kishin më përpara për vit të ri, për më përpara. Faleminderit. Ke vendosur një pikë aty ku duaj. E kemi nisur me shumë energji dhe me shumë shije, falenderojmë që erdhe, por nuk do të ndalemi këtu, kemi akoma receta nga zonja Dhurata. Nuk do të mbyllim vetëm me petanikun, sepse është tradita e Korçës ky gatim, kjo recet, por na ke sjellë një gjë, na e ke huazuar, aty ku ke punuar në Greqi, në Athinë, në restorante të ndryshme, na ke sjellë një recet tjetër, që është një kek me çokoladë. Kek me çokoladë. Do të ham edhe petanik, do të ham edhe kek me çokoladë. Kek na ka gatuar plot e plot dhe kanë shumë shije, kanë shumë lloje recetash kekët. Sa kek kemi ngrënë këtu, zonja Dhurata nuk e ke ide sa ka gatuar zonja Vjosa. Nuk e di se do të jetë ky kek që na ke sjellë nga Greqia, por ne do ta mirpresim. Do të kemi një shkëputje sa të bëhemi gati, sepse do të sillim përbërësit e tjerë, do pastrojmë tryezën, do bëhemi gati për kekun. Mos u largoni ka publicitet të shkurtër. Jemi rikthyer, jemi në kuzhinë me zonjën Dhurata Vila, Visa e cila është e para që çel këtë rrugtimin ton, jemi duke gatuar në pjesën e parë që u shkputëm, kemi gatuar petanikun me fasule, kemi vendosur në furrë për t'u pjekur dhe tani më do ta prezantosh me kekun, që e prezantuam që në pjesën e parë, po me përbërësit edhe me procedurën. Po. Do bëjmë një kek çokoladë. Përbërësit i kemi shënuar me vezë, me çokoladë, kemi shkrirë çokoladën dhe gjalpin në Po, paraprakisht kemi shkrirë vetëm 250 gram vitam, po, dhe 250 gram çokoladë fondente. 70% çokoladë e zezë. Kemi 350 gram miell keku, një bustim plur pjekës, do të hedhim zonjë sa? 250 gram sheqer dhe një liker konjak, ose një loker. Çfarë mund të na ndodhet në shtëpi? Këtu mund të hedhim konjak, po mund ta bëjmë shumë të mirë dhe në kushtet e shtëpisë me korën e portokallit bëhet shumë me i shishëm. lëkurë portokalli, po. Lëkurën e qyrorit. Jo, lëkurën në rende. Edhe i agrim aty për aromë, se kjo aromë është nuk i është... Është thjesht ruan rolin e një arome që nuk t'i dhe t'keku, e kuptuam. Do hedhim vezët. Po, sa kokra vezë të marrim në frigorifer? 8 kokra Zonja vezë. Dhurata, 8 kokra vezë urdhëro. si thoni mirë është Po, shkrirë? është shumë mirë. Është shumë mirë. Ka nxirr? Po. 8 kokra, thamë, i 8 pas kokra kemi këtu. vezë, po. Si fillim, vezët dhe sheqerin i bëjmë bashkë, i rafim pak, edhe po të kemi mikser, po dhe në kushtet e shtëpisë me telin është shumë e mirë. Ne i kemi të dyja. Neve preferoj Si që telin gatuar në është... shtëpi, zonja Dhurata, pa problem. Po, normale. Atëre, edhe njerë, paraprakisht, kemi shkrirë 250 gram çokoladë dhe 250 gram gjalp vitam. Po, ato i shkrim në bemari. Po, në banjo mari. Në banjo mari. Janë vendosur, se djeg kjo, janë vendosur në ujë, në një tenxhere me ujë. Në rregull. Dhe të dyja së bashku, na formojnë një masë kremoze. Po. Unë të ndihmoj me sheqerin? Po. Të gjithën apo? Duhem edhe pak fare sheqer. Tani ke 2 forca, këtë dëshirosh, ne të ndihmojmë. Shiko, çfarë të hedhim këtu tani? Dhe pak fare, 250 gram sheqer. Këtu kemi te 150. Është shumë e kollajshme si recetë, 250 pak fare. Me këtë punë zonja Vjosa? Po. Sheqeri është këtej, mielli është këtej. Po. Okej, po. E ke fiks. E kemi fiksë? Po, shumë mirë. Po ta hedhim sheqerin. Në rregull. Ma jep edhe këtë sheqerin sepse e kemi me kimet zonja Vjosa, e kemi nga Teuta, kështu që na duhet për çdo gatim që sjellim këtu në këndin ton të recetave të pafundme. Duke filluar që kafe në mëngjes. Që me kafe që ju e pi dhe ju pash. Po, çfarë hedhim tjetër? Likerin ose lëkurën e portokallit, çfarë mund të përdorim? Me çokoladën dhe me gjalpin, dhe këto i hedhim këtu te veza. Po, pra kemi dhur 8 kokra vezë, kemi hedhur 250 gram sheqer, tani do të hedhim çokoladën e shkrirë së bashku me konjakun dhe vitamin. Dhe po, gjalpin vitam. Po. I kemi përzier bashkë me një tjetër dhe ndryshon dhe ngjyra. Po. Është shumë kek i kollajshëm dhe për të pjekur është shumë kollaj në 180 gradë vetëm për 14 minuta. 14 minuta. Po.
Do, zoti, ne arim që ti kekim e ti sillim të gjitha. Pa tjetër. Kek do tjetë nga i keku që ne kure presim fillon e rritë çokolata, besoj. Po, do me thënë bukuria është një mas të madhe. Po, jo nuk ka problem fare, kur pritet duhet rjedhi çokolata. Dhe e shoqërojmë me çfarë? Me akullore vanilje. Po. Pak krem pana i shkon, pak çokoladë, do me thënë shkon shumë mirë me këto gjëra, do me thënë. Po, mund ta hedhim dhe... Edhe mjedhën, Dhe duke që tamam ke pasion gatimin. Po, më pëlqen. Duke që ke me qef, me pasion, me përkushtim. Po, i përkushtohem me të drejtën gatimit, më pëlqen. Po, në shtëpi çfarë gatuan më së shumti? I mbahesh traditës së Korçës apo të ndryshme? Në përgjithësi, po dhe gjërat që kam mësuar gjatë gjithë jetës, i përdore dhe recetat e gjyshes time, të mamas, të vjerës time që gatuan shumë mirë. Gjell nga përmeti për shumë, vazhdojnë të gatuaj dhe unë më pëlqenjë. Përmetin se Korça. Po, gatuan shumë mirë. Jemi ne këtu për përmeti. Po, ka shumë traditat të ngjashme di unë, edhe përmeti bashkë Korça. Ngjasojnë shumë. Bën ëmbëlsira shumë të mira. Po, edhe për likot, edhe për Për likot, po. Mamaja e bashkëshortit tim bën të gjitha likot, që nuk e di çfarë të them nga të gjitha, i bën shumë të mira. Mundohem t'ja arrit, t'i bëj si ajo, po avash. Me thënë të drejtën. Ka vend edhe modestia ndonjëherë. Po. Duhet edhe modestia përballë vjerave. Përshëndesim zonjën, si ka emrin? Aglej. E përshëndesim nga studio e Villa 20, po na ndik besoj, i ke thënë, e ke lajmëruar. Po, patjetër. Këtë petanikun e kishe nga nëna? Petanikun e kam nga mamaja, dhe mamaja më ndjek. Edhe përshëndesim edhe maman e dhuratës. Faleminderit. Edhe e ka trashëguar më së miri këtë pjesën e gatimit. Po, patjetër. Tani e shikoj me sy, se këtu kemi vendosur miell një 50 gram më shumë. Po. Po, asnjëherë nuk e hedhim, domethënë 300 gram, 300, po, edhe me sy e shikojmë, mua më është mësuar syri për shembull dhe e shikoj me sy që kur është gati ta ke hedh aq dhe u lodhe? Jo, të lutem. Nuk lodhen kur anvisat duke gatuar. Jo. Që lodhem ndonjëherë. Dhe juve nuk lodheni se gatuani. Televizivisht për anvisat. Sigurisht. Do doja t'i kujtoj edhe njëra anvisave që po na ndjekin. Çdo kush prej jush, e cila prej jush mund të jetë në vendin e zonjës Dhurata këtu me ne. Ju mirëpresim, mjafton të ju telefononi në numrin që do të shfaqet në ekran, një telefonat për të regjistruar dhe ne ju telefonojmë, a kthejmë telefonatën për t'ju lënë datën se kur dëshironi ju të gatuani me ne në Villa 24 68 90 43 315. Ky është numri ku mund të bëni pjesë, ashtu si kundër zonja Dhurata është bërë pjesë. Menjëherë na ke telefonuar, sa e ke dëgjuar thirrjen e parë? Po, më pëlqen, unë ndjek çdo ditë emisionin tuaj dhe më pëlqejnë shumë dhe shumë nga recetat që ka bërë zonja Vjollca këtu, unë i kam bërë në shtëpi, domethënë dalë të mira, të duam shumë të mira, shumë të mira dhe unë i përkushtohem kuzhinës dhe e bëj me dashuri, domethënë më pëlqejnë dhe gjërat dalin të mira kur i bën dhe me dashuri. Është përbërësi i fundit që i sjellim këtu. Po. Në mes, ta shojmë dhe në ekran. Në këtë, domethënë kaq nuk duhet të bëhet edhe shumë i fortë. Fiks ka mbaruar në orar edhe petaniku. Si thoni ta sjell petanikun aty? Po. Ka mundësi të jetë bërë apo? Mendoj që po, se edhe petët janë të pjekura, të gatshme, po të gjitha gjërat janë, mjafton që ato të lidhen në shijet, po. Të ngjiten me njëra tjetrën, po, të lidhen me njëra tjetrën dhe shumë ta shohim sepse e mirë. Ja, unë po e vendos këtu, ma afër pak të lutem. Po, ja, këtu e kam. Po, e vendosu. Me miellin kemi përfunduar punë, kështu që po i largojmë këtej minjar. Po, unë mendoj që është bërë shumë i mirë dhe aromën e ka shumë të mirë. Mendoj që është një zgjidhje shumë e mirë dhe është shumë e kollajshme për t'u bërë. Nuk ka fare shpenzime. Nuk ka fare shpenzime, po dhe ko. Dreka mund të bëhet një petanik me nuk do në një koshën të madhe. 6-7 do me të në gjusëm kile miell, 6-7 është shumë mirë, se dhe petët e petanikut nuk kanë atë që t'i bësh të holla fare si mund të bëjmë një
byrek tjetër. Si po presim ta kualidojmë. Do ta ndajmë, do ta servirim, apo është e nxehtë, të presim pak. Kemi vendosur kekun ndërkohë. Për 14 minuta. Për 14 minuta në 180 gradë. Në rregull e ke? Në rregull e kemi vendosur. E kam vendosur 14 minuta. Shumë mirë. Ne do dëshirojmë shumë ta ndanim, por sa kjo të ftohet, sepse kemi për të rregulluar disa gjëra të tjera dhe për të rikthyer, nuk e di, do të kemi një shkëputje tjetër. Futim një publicitet të shkurtër, sa të bëhemi gati, mos u largoni, do t'i servirim të gjitha këtu në këndin e kuzhinës. Kjo duhet të jetë ftohtë? Fare? Jo. Me çfarë mund ta shoqërojmë? Me çfarë të duash mund ta shoqërosh, me kos shkon, me një pak kos lufra, mund të jetë kos lufra shumë i mirë, që me thënë si në dalë që e bëjmë neve në korë. O, të në dalë, vërtet është. Mirë, shkëputemi për pak dhe rikthehemi shumë shpejt. 3 minuta është. U ka më mirë se tani s'është ditën me ushqime të shishme, me gatime të mrekullueshme që na i sillni ju Anvisa. Një prej tyre është zonja Dhurata. Nuk kanë mbaruar recetat akoma sepse kemi edhe një të tretë sot. Kemi gatuar petanikun me fasule, e kemi shijuar. Tregohe si ishte. E vërtet se dihet. Miki zakonisht më tepër mori nga ajo pjesa e poshtme. Ajo ishte shumë e shishme. Unë mora sipër. Tha shumë e mirë, vazhdon të Niki poshtë. Po sepse e dija unë që ishte më e shishme. Sekreti ishte që sa më poshtë shkoj, aq më mirë ishte shija. Absolutisht është bërë një lakror i mrekullueshëm. I mrekullueshëm, shumë i thjeshtë, dhe me përbërës që të... Po, dhe me përbërës që të gjithë Anvisa... Lakrorin e kemi me dy petne në kosh. Ashtu dhe. Byrekun e kemi me kulaçka, bëjmë lart e poshtë. Dhe kjo është petanik, që bëhe pet-pet. Unë kam thënë që ju korçarët petat i qani me kemi dot. petat ndryshme. Kemi vendosur edhe kekun çokoladë në furr, që i duhet pak minuta. Për të pritur kekun, neve kemi, na ka mbetur pak miell në fakt, nga gatimi i kekut. Me çfarë mund të na ndodhen në frigorifer, për shumë pak gjëra, mund të gatuajmë. Tani kjo është se unë nuk e kuptova fare. Kjo është një recetë që bëhet, domethënë me shumë pak gjëra, është byrek me miellin e kekut, po jo me pet. është shumë dekorativ. Po, byrek, po pa pet. Do të bëtë në formën e boqeve. Po. Ashtu? Po. Pak telin të lutem. Po, po tjetër. Do me thënë, edhim dy vesë. Po mirë përbërësit, i lezëm mirë përbërësit, sepse që nga edhe interesante dhe pak e çuditshme. Kemi edhur vajin e kemi edhur edhe 2 kokravez. 2 kokravez, vaj, çfarë vaj të kemi në shtëpi, nuk është... Mund keni vaj solej, mund keni vaj altis. Një gotë kos. Mjafton një gotë. Pak djath. Po, kos lufre dhe kos djath lufra është shumë i mirë dhe unë këto përdor në shtëpi dhe kosin dhe djathin, gjalpin është shumë i mirë. Në përgjithësi hedhim të parat lëngjet, si në të gjitha, edhe kur bëjmë ëmbëlsira dhe kur bëjmë të kripura, në përgjithësi hedhim pjesën e lëngshme. Pjesën e lëngshme të parën që pastaj të dim dhe sa miell do t'i hedhim, do me thënë sa të marrin. Hedhim këto që në mendojmë. Masa është e barabartë si kosi dhe si vaj, kosi, po. Varet edhe se sa miell do bëjmë, po në përgjithësi hedhim këto të lëngshme që të dim sa miell mund t'i hedhim. Kemi pak djath. Pak djath lufra. Që zakonisht në Anvisave do ta thërmoj, po. Nuk na mungon djathi në shtëpi. Po, në asnjë shtëpi nuk mungon djathi. Dhe këtu kemi njerëz. Aty kemi pak nenegjik, por ne në Korçë themi nagjazm. Nagjazm. Jugu dhe përmeti thot dhjosëm. Dhjosëm, po. Në literaturë gjet me emrin Menders. Mënders. Mënders, po. Ndërsa ju si thoni? Neve në Korçë themi nagjazm. Në Greqi i thoshim dhe dhjosëm. Vjera ime nga përmeti i thot dhjosëm. Dhjosëm. E përdor, do me thë si greqisht. Po ka emrat të ndryshëm. Po. Ne në Korçë themi nagjazm. Nagjazm, po. Po. Mund t'i hedhim pak. Po kjo mund të bëhet me nagjazm, po mund të bëhet dhe me pak qep të njoma dhe me kopër. I shkon shumë. Po. Është shumë e mirë dhe me... I grim të dyja bashkë. Kopërin dhe këto i... Po. I gatuajmë të gjitha bashkë dhe këtu e bëjmë me dorë dhe nuk bëjmë... Nuk duhet fare të hapim pet. Këte i hedhim miell derisa na i lëshoj dora, që të kemi mundësi. Si ka emrin kjo receta, si mund ta quajmë këtë recetën? Byrek me miell keku mund ta quajmë, po edhe... Byrek me djath. Po, boçe me djath. Boçe me djath mund t'i thuash, do me thënë, po që... Nuk mund t'a thuash do dhe byrek se është pa pet. Do thuash byrek pa pet. Po tani këto... Guzhina që është bërë pak moderne, bëhet brumi është nëse si brumi tartave që ne kemi përgatitur edhe këtu për receta të ndryshme, kur kemi bërë tartën me pull. Me pull. Po, me kose dhe me vaj e bëm. Po. Po kemi bërë dhe tarta me perime, me kungull për shembull. Po.
Aty po thuaj se është për tartat, si mbrumi tartave të kripura. Po kjo i ka të gjitha gjërat brenda, do me thënë nuk do bëjmë mbushje. Mendoj që do akoma. Do dhe pak, po. është shumë e mirë, për shembull në mëngjes unë këtë recetë gatuaj shpesh të shtunë të diel që janë fëmijët në shtëpi, po është shumë e mirë. Po dhe në darkë mund ta hash me një gotë kosë, është shumë e mirë domethënë. Të shëndetshme, po. Edhe tip krijuese më duken. Po. Ku ke mësuar në fakt? Kjo është në Greqi, nuk është në Greqi. Po, nuk e përdorim këtu. Mund ta bësh edhe pa e bërë si boçe, e lyen tavën dhe këtë masën e ve dhe e pjeka kështu siç është. Po, është shumë e mirë, bëhet shumë shpejt. Po pra, pjesa e boçeve është diçka dekorative për ta tërhequr, për të bërë tavolinë sa më po, dhe marrin fëmijët nga një për shembull, dhe është shumë e mirë. Mendoj që duhet të shkëputet brumi nga dora, me që ka gjitha të sasi yndyrë. Po, patjetër. Në moment që shkëputet nga dora, atëherë do të thotë që është gati dhe e ndajmë në porcione. Po vajza juaj gatuan? Vajza ime hap pet, do me thënë, është 16 vjeç, po hap pet. Ja ke lirë duart me mamaja ime. Dhe shtash me gjallë. Me mjaft. Po. Edhe bashkëshortit i vjen ndorjesh. Gatuan dhe ai. Gatuan, në kuzhinë ka punuar. Që kemi një familje kuzhinierësh. Kemi gatuar bashk, pjek shumë mirë bashkëshorti dhe djalit i vjen ndorjesh, po vajzës i pëlqen pak më tepër. Dhe gatuan, po. Ajo mund të bëj byrek për shembull, i pëlqen, edhe thot kur duam të bëjmë byrek, thot ta bëj unë mami byrekun, po dhe le. Po një herë, dy herë ka mësuar. Është kënaqësi, është pasion, është heqje stresi, është në shumë gjëra, po. E shëndetshme. I përdorim të gjitha. I përdorim të gjitha. Kemi vetëm pak gjallë plufra. Pak gjallë plufra. Mendoj që do të luajmë tavën. Do luajmë tavën dhe tani do t'i vëmë këto dhe janë gati. Do me thënë një recetë shumë e shpejtë. Kështu siç është e luajmë. Shumë mirë. Janë visa siç bëjmë në shtëpi. Po, normale, siç e bëjmë në shtëpi dhe është shumë e shpejtë dhe shumë e mirë. Mund ta hedhësh të tërë këtë këtu dhe pastaj e pret dhe është gati. Po ne është po bëjmë kështu si me boçe sot apo si me boçe? Si me boçe, është shumë praktike, domethënë nuk ka ndonjë. Unë shpresoj shumë zonja Vjoca që edhe kekut ta kemi gati në fund. Edhe normale, edhe 30 sekonda. Po. Këto i bëjmë kështu. Dhe këto kur hyn që piqen në furr, këto fryen dhe marrin atë formën e vet dhe bëhen dhe pak të kuqëremte se është këto gjëra që kemi hidhur brenda, po dhe mielli i kekut. I kekut, sigurisht e fryn pak e fryn vetë edhe kosi jep atë shijen e vet. Është shumë e mirë. Mund ta përdorësh edhe me qep të njoma, siç tham, dhe ajo bëhet shumë e mirë. Po mund të bësh edhe keku. Po, keku është gati. Mund të bëjmë më këtë, zonja Vjoca, mund të tregojmë avisave që këtë mund ta bësh dhe me mbushje, domethënë. Nuk e hedh djathin brenda, nuk e hedh djathin brenda dhe e bën kështu. Si kulaç. E bëjmë kështu. Dhe i vëmë këtu për shembull pak djath, ose për fëmijët pak djath pice, pak prosciutto, çfarë mund të kemi në shtëpi, dhe e mbështjellim kështu. Edhe e vëmë të hapur, kështu piqet dhe ato. Po nuk hapet brumi? Nuk hapet fare. Jo, nuk hapet. Ndoshta sepse ka tendencë të fryhet për shkak të brumit. Po, fryhet dhe e mbledh vetë atë që ka. Domethënë mund të ka variacione të ndryshme për të bërë me këtë lloj brumi. Ja çfarë anvisash kemi, ja çfarë anvisash na ndjekin, që përveç se kanë pasur, vazhdojnë të na ndjekin akoma më shumë të mësojnë më shumë receta. Çfarë recete ke gatuar nga zonja Vjoca, po dhe që të ka pëlqyer për shembull dhe që e ke provuar dhe ka dalë e mrekullueshme për familjen? Po, dije për shembull, hallva ishte shumë e mirë, ashtu siç e bëjmë dhe neve në Korçë, ne e përdorim hallvën për shembull. Ashtu të thjeshtë siç e bëri. Shumë të thjeshtë siç e bëri zonja Vjoca dhe me vaj. Nuk e bëjmë vetëm me gjalp, se dhe ndihmon që të lëshohet nga tenxheria. Edhe vaj dhe gjalp. Dhe vaj dhe gjalp. Se dhe mund të pyetëm dje zonja Vjoca që ka diskutime që është absolutisht vetëm me gjalp, mund të gatuhet dashu, por është pak si më fort kur ftohet, Ti vendos ato apo ta heq më parë kekun? E heqim kekun. Ndërkohë e shpjegojmë zonja Vjoca atë që nisem mendimin sepse do të atëre shumë pak vaj i jep jo vetëm shkëlqim, por e lë dhe pak si më të butë. Po, e bën pak më të butë dhe të shkrifet. Duke pjesa e gjalpit është e shkrifton hallvën. E shkrifton, po dhe gjalpi bën pak më të butë. Po, keku një petanik, ca boçe këtu, hajde zonja Vjoca. Sa keku çokoladë është kështu, është çokoladë brenda. Po, është e shkrifet, çokolada brenda është e lëndshme. Është e lëndshme, se duket që lëviz, nuk e di a e hap kamera. Jo, nuk e lëviz shumë sepse po të ftohet, ai nuk e lëviz më.
Ja, kështu e lëm këtu. Nuk kemi mundësi besoj ta ndajmë, sigurisht duhet të ftohet. Jo, do ta lëm pak të ftohet, se që të kemi mundësi ta presim. Ndërkohë po vendos boqet. Po. Këto duan sa minuta? Në çfarë temperature? 20 minuta janë... 20 minuta, shkojë mjaftueshme. Po, shkojë mjaftueshme. Në çfarë temperature ta vendos? 200 gradë. 200 gradë. Po. Okej. Vetëm pastrojmë pak vendin, t'i sjellim të dyja recetat që janë pjekur, janë bërë gati tashmë, por që byrekun tjetër që vendos mos e boqet që i përgatitëm, nuk besoj se t'i presim dot për shkak të minutazhit. Ja. Petaniku me fasule dhe keku. Dhe unë të falenderoj shumë, zonja Dhurata, na ke prur një eksperiencë, por në mënyrë të veçantë, jam shumë e kënaqur me lakrorin, me petanikun me fasule. Që do ta bëj zonja Vjosa. Kështu shkurse ke bërë asnjëherë vetë. Po unë besoj që kjo do të zërë një vend në recetat tuaja, jam e sigurt. Kjo sot Ate veti do mësosh dhe ti receta. Unë kam thënë, do ndajmë eksperiencë dhe më vjen shumë mirë që pikërisht sot ishte një nga recetat që unë nuk kam bërë asnjëherë. Unë po shkoj deri diku po ju lë bashkë të flisni pak të dyja me njëra tjetrën. Edhe këtë kekun e kam bërë. E kam bërë në kështu kek të vegjël. Po, bëhet dhe në kek të vegjël bëhet. Ndonjëherë edhe s'kam patur sukses, se ndoshta s'ka qenë tensioni aq sa që duhej, dhe nuk më ka ngrirë si duhet çokolata. O i kam lënë fillimet e mia, o i kam lënë shumë të ujshme, o më shtar fare. Çfarë kam sjellë tu? Kam sjellë një shport nga lufra. Shporta është për ju, zonja Dhurata. Është dhuratë për ju. Është me produkte të lufrës, të cilat na the që i përdor shumë në kuzhinën e shtëpisë tënde. I përdorim edhe ne këtu me zonjën Vjosa, janë të shishme, të mrekullueshme, na zgjidhin lloj situatash, recetash. Kanë afatin e skadencës që mund t'i përdorësh në frigorifer. Dhe këto janë shumë të mira. Unë sa të shkoj në shtëpi do gatuaj diçka me djathin patjetër dhe me kosin që janë të përditshme në tryezën e familjes time, gatuaj, ëmbëlsira, byrek, gjëra nga më të ndryshmet me kosin, me djathin dhe me gjalpin e lufrës. Shumë faleminderit lufrës dhe ju. Faleminderit që erdhe, zonja Dhurata, do ta marrësh sportin me vete për në shtëpi, ishte një eksperiencë e bukur besoj. Po, shumë. Që do të mbetet kujtim. Po, patjetër. Edhe pse kemi pasion kuzhinën, kujtim për familjen, kujtim për veten tonë. Ne personalisht u kënaqem shumë. Dhe unë u kënaqa shumë që u njohta dhe nuk e di si jam ndjer. Jam ndjer si në shtëpinë time. Të falenderojmë. Kemi 3 ditë që takohemi bashkë. Dhe më ke lënë përshtypjet më të mira. Shumë faleminderit edhe unë gjithashtu me ju. Ju falenderoj, ishte një kënaqësi e veçantë të kishim sot zonjën Dhurata Vila që ndau eksperiencën me ne sot këtu në këndin e kuzhinës. Sikundur mund ta ndani dhe ju. Te itën tjetër kemi një tjetër anvis që na vjen. Nuk po e zbulojmë se nuk e dim kush do të jetë radhës, por telefoni që shihni në ekran ju mund të regjistroni, mund të bëheni pjesë që ditën e sotme për të patur parasysh se në cilën ditë do vini të gatuani tek ne. 068 90 43 315 është numri që ju bën pjesë drejt për së drejti në gatimet tona. Mund ta merrni shportën, po ju përcjellim, do ju falenderojmë. Faleminderit dhe ju që na keni ndjekur. Mos harroni të klikoni në balkanu.com, do të gjeni recetat që gatuhen edhe nga anvisat tona, por të gjitha recetat që sjell zonja Vjosa për ditë në orën 9 në këndin e gatimit, e sigurisht të hedhura edhe në video. Mund ta shohësh në shtëpi. Fëmijët mund ta hapin balkanu.in, të lexojnë lajmet, shikojnë edhe mamën e vet që ka gatuar në Vila 24. Ju falenderoj, mirupafshim. Mirupafshim.